Besimtar musliman kudo që jeni, në veçanti shqiptar dhe jo të cilët e kuptoni gjuhën shqipe. Assalamu alaikum. Jemi sot në ditë feste. Andaj shfrytëzojmë nga rasti që t'ja u bëj për hajër Kurban Bajramin, me lutjet më të sinqerta tek Allahu të na jem pranuar tek Ai të gjitha punët e hajrit që i kemi bërë. Që haxhive tanë t'i bëhet kabul haxhi, ibadetet dhe lutjet që i bëjnë për familjarët e tyre dhe për të gjithë ne ngatje prej tokave të shenjta. Lutje tek Allahu që të kemi jetë më të mirë, më të lehtë, më të bereqetshme dhe më të begatshme. Që shqiptarët ti të i kalojnë këto sfida me të cilat sot po ballafaqohen. Që të kthjellemi edhe më mirë dhe të punojmë edhe më shumë, edhe më sinqert për vendin, për shoqërinë, për neve të gjithë dhe për gjeneratat që vijnë. Që politika shqiptare në përgjithësi dhe ajo kosovare në veçanti të kthjellet dhe të punojë me arsye të shëndosh edhe më shumë, që t'i lënë me njan inate këto të cilat po e gërryejnë shtetësinë e vendit ton dhe po e dëmtojnë të tanishmen dhe të ardhmen e evladëve tanë. Lutje tek Allahu që njerëzit t'i kthehen besimit vetëm të sinqert në Zotin. Lutje tek Allahu gjithashtu që bota ta kuptoj edhe më shpejt dhe të reagoj edhe më shpejt kundër këtij zullumi të papar në histori që po bëhet mbi popullin e pafajshëm dhe heroik palestinez. Kjo botë që të ndaloj sa më shpejt shfarosjen të cilën po synon të realizoj Netanyahu dhe politika e tij vrastare, si dhe makineria e tij ushtarake, me të cilën është duke e azgjësuar popullin palestinez. Lutje gjithashtu për të vdekurit tanë dhe të gjallët tanë, në veçanti për prindërit tanë. Duke mos arrit që t'i përgjigjem të gjitha mesazheve dhe urimeve tuaja që i dërgoni. Shfrytëzoj nga rasti që nëpërmes kësaj videoje, në emën timin personal dhe të familjes sime, edhe një herë t'ja u bëj për hajër Bajramin, duke i dëshiruar jetë të mirë, shëndet juve, familjarëve tuaj e evladëve tuaj gjithashtu. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.